kjo është një lloj logjike që, ore, bëj pis. Do me thënë këtë që thonë për juve, qarë thonë për juve? Bëj si kur bëjnë opozita atje, po nga ana tjetër qojnë zenin që merë kulla. Unë s'kam fakte për këtë. Dhe këshu janë dhe këto fakte tue. Jo, unë kam fakte. Prit, ta mbaroj, pasaj flasim dhe për fakte. Për shembull, unë kur shofa Gronshej, që e kemi pas në emision, që skandalin e UNAZ-ës vjen e denoncon bashkë me ne, një gjë që Ramës i ka djegur shumë, them që ky... E di se gabimi ti? A ti mbaroj pasaj mi idhë poshtë gjithë. Ta mbaroj dhe idhja... Totalisht gabimi. Mos i lërë gjë, luaj fenë, po ta mbaroj... Kur shof Panosokon, që ka bërë emisione të tëra kundër Veliajt dhe vjedhjeve në Bashkinë Tiranës. Edhe kallëzime në SPAK, jo vetëm emisione, edhe kallëzime. A t'ju them unë të shtë? Endri Shabani gjithë koncesionet shëndetësi ka shku e ka denoncu. Pra, opozitarizmi nuk matet me thashe theme, matet me akte politike. Unë këtë quaj opozitar. Sepse nesër vjen dikush, ja unë e provojnë kuris. Andi Bushati thot nuk është opozitar. Hapi faqen e lapsit, si Lika Rama reklamat oligarkëve të faqe lapsit. Atër dhe kryqen ka një qenë birqen i blerë. Rëndësi ka aktet që unë bëj si gazetar, jo thashe themet se kush e paguan këtë. I e duke lidhë të palidhshmet. Tani të të qari një gjohë. Jo. Kapacitet për të lidhur kësha. Jo, e bërë diabolizm, kështë e kapaciteti, që është diabolizm. Do shta s'ka dhe kapacitetar. Ta themun pëse. Tani, që pëse është diabolizm? Betejen për Thuman Kashar e ka bërë Partia Demokratike dhe vetëm Partia Demokratike. Por qa beteje keni bë më Flamur? Të të vërën që ti e thua këtë fjallë. O Flamur. Të të vitë turp. Sot fylli tani se në emision kemi një kuim pëse e thua këtë. Pëse? Të ta them pëse? Hapin, falë, ta shëtë t'i këtë. Ato më gjosh, ata mbaroj unë të shi. Tani, do t'i këtë. Jo Thuman Kashar. Po qa? Tha skandalin e UNAZ-ës është... UNAZ-ës, Thuman Kashar është tjetër. Tani t'ju themi gjo, do t'i këthejmë për UNAZ... Janë akte të pastra gazetarie. Mundohet të vidhë kauza. Tani po ju themi gjo, orë bura, a Gronshej, një gjë patë mundësi të vjetë në parti, Lul Bashës, i vodhi database-in. Ta që hajde besojnë një këti, një gjë ju dhanë parti dhe e vodhi. Jepi një pushtet të njeriu, jepi një vot të njeriu, ka qështë. Një gjë patë në parti. Lul Basha i besoj database-in e partis dhe këja vodhi. Vodhi database. Po, tani ju më thoni ju, hajde besoni ju taksat e pasurit tuaj a këti njeri që një gjë që ju besua atë e vodhi. Database-in e partis. Ky është Gronshej. Nuk e hedh kur votën djathas. Të dhe kjo e Gronshej. Ja, pra kjo është. Si mund të vjetë, s'ka vjetë një tjetër vete vjetë. Pa Pa vjetur një tjetër vete vjetë database. Atë pat mundësi të vjetë. Database-in ju dha mundësi, atë e vodhi. Bushat, pastaj. Besojnë. Ja, Bushat, të mbaroj. Fatkesisht nuk e hedh votën djathas kur. Por ama unë kam një problem. Po ta idhja votën djathas, më para idhja ka Gronshej, se sa një koalicion ku është shpëtimi Drizi që e qonë direkt ke Ramat nesërme. Po fole për opozitarizëm. Hajdi them. Ti e qytetar ke drejt me votu ku dush. Kaj. Me drejtën tënde unë nuk ta mohoj. Tela? Por, ama unë po ju them, tashi, ky njeri një gjë pat ndorë të vjedhë, që ju dha, ju besua database dhe e vodhi. Po pse thu e vodhi? Vodhi. Nuk e vodhi më ja dhanë, se ju i ngarë. Ju i ngarë. Ju besua për të administruar. Dhe ka qenë një nga dy administratorë dhe e vodhi. E di ku ka ndodhë kjo ngjarja. Kur të gjithë ju bashkë, votuat Lulzim Bashën, më bu. Basha ka denoncu në erë dhe juli? Vetë pristin. Që ma ka vjedha Groni? Po, ma ka thënë mua disa herë në atë ko. Edhe unë e kam thiri, kam thënë... O Flamur. Se ka e denoncu në erë? Pyete. Një muaj në basë mbarimit zgjedhjeve. Nuk është muhabet për... është kjo këtu se ne po bëjmë reklamin direkt për Gronshejn, se kemi një orë që flasim për të, më mirë të kalëm... Një muaj në basë mbarimit të zgjedhjeve, kur mbledhët gjithë bashkë dhe votonit përsëri Lulzim Bashën për kryetar të PS2. Ai kishte të drejtën si konkurenti Lulzim Bashës në atë, se këtu ka marrë dhe për Rama, se për smashoni gjysmore. E votuesit Partisë Demokratike. Unë i ke Rama, se jemi ke Gjirizit, meri me Gjirizit pak. Mos e ngarkot në një gjë që nuk i takon. Nuk ka vjedh gjë. Meri, ka vjedh database-in. Nuk ka vjedh, pra jo. Meri me Gjirizit. Ato i dhara të vodhi, ma qiro jemi për shumë qartë që për A ishte kundërshtari Lulzim Bashës, para se të niste... Ore, kam qenë aty brënda, s'ke qenë ti.
Kur votoje Po, ti, zotri, kam qenë unë aty kur votoje ti Lulzim Ore, Bashën zotri. për kryetar, ai ishte kundërshtar. Kam një pyetje unë për ty. Dakor? Mos ja keni mohuar atë ju. Ku punon ti? Ja këtu të ylli. Jo, e kam seriozisht. Ja këtu të ylli. Atëherë, a unë mund të të bëj, mund të përzihem të tregoj ty si ndodh me stafin tuaj? Si di unë gjë. Aty mos u përzi se di unë atje. Po pse i diti të gjitha atje dhe nuk i dinë gjëra që janë botrisht të njohura? Jo, Ti po kene Janë botrisht të njohura. Edhe këtu po kene inqetuar. Janë Ka botrisht. vjedhur databasin. Po nuk e ka vjedh mo, e dispononte se ja dha partia që flynte ngar të kundër Lulzim Bashës, të cilin ti e mbështesje, mbas humbjes 2021-shit për të bërë kryetari Po vjen PD-s. keq të them me gjithë respektin që kam maksimal për ty, je duke Mos hyj në rastin më të mirë ja fut kot, në rastin më të keq je duke Kjo ka ndodhur mo. Tani Kjo ka ndodhur. Jo, do nuk di unë se ka të ndodhur. përshëndesim Agron se ta bëm qokën. Vazhdojmë. Temi Gerama. Tani, jo, nëse nesër ju përfundoni, për shembull, pavarësisht nga këto fjalë, se ndoshta e keni edhe politikë elektorale. Vazhdojmë. Taktik. Nesër, për shembull, merr vota Agron Shehaj dhe tjetri. Vazhdo me Ramën, vazhdo me Gjirizin, të analizojmë Gjirizin që po kundërbon Shqipërinë. Për t'i bërë bashkë, më për të qeverisë. Vazhdo me Gjirizin që po kundërbon Shqipërinë. Vazhdo. Po jo tani, unë kam thirrur ty. Vazhdo të lutem shumë. Do ta thres atë. Gjirizi ti, po e kam thirrur do ta thres atë dhe do t'i lë pyetje, nuk do t'i lë pyetje pa bërë, dhe ti je i sigurt që ti do thuash emisioni më shumë. Po jo po tani. Unë tani të pyes ty për partinë. Mos e friksose s'të vjen. Unë të kam thirrur ty, unë le mos vija. Ai si vjen. Po le mos vija, burr. Nuk i vjen jo. Unë s'do të vi. Pyes ty për Partinë Demokratike. Dakor, po s'të vjen ai. Po le mos vija, burr. Dakor, jo, nuk ta dish. Nuk mos vi, mos. Nuk të vjen. Nuk unë prish punë. Shiko, a di Po pse? se sigurt që jem. Ai po bën kështu debate me kundërshti dhe me sulme? Me mua ka ardhur. Vjen ai. Ai është mësuar diktoj pyetje, diktoj përgjigje. Jo, asnjëherë. Po tani në qoftë se do, hajde të marrim automatikun të avrasim me Dinamën, por nuk të ndryn fare. Nuk të ndryn në këtë punë. Njerë bëri një humor këtu, erdhi ul, e morën dhe disa, dhe bëri sikur drejtoj emision. Jo, nuk kam, jo. Sentiment të thellë si ka mundësi të si hape shikoj emisionin tim, s'mund të kesh të sentiment kaq të thellë. dhe emisionet me Edi Ramën, hapi shikoj, i ke të gjallë. Di, po. YouTube, Po më çudit sentimenti apo Jo, s'kam sentimente unë. Për asnjë, as për ty, as për Edi Ramën, as për Sali Berishën, as për Agronin, as për këdo. Nuk kam asnjë sentiment. E di që kam sentiment unë. Sentimenti im është për emisionin. Do me thënë, si shtot Edi Rama, si thoshte për Fevziu në dikur, pra të dho me kuzhinë, djek Shqipërinë. E për emisionin, unë kam për emisionin, po e kam për emisionin. Ore, se që po shoh. Atëre kam rënë dashuri me Edramën. Bravo. Vazhdojmë. Tani, e lamë këtë pjesë e rinovimit se nuk morëm asnjë përgjigje. Për shembull, ju vetë, pse duhet të jesh ti sekretari përgjithshëm shumë? Si partisë. Gjithë demokratë me votë. Të zgjon demokratë. Dhe mos mund të ish Po një. do më zgjidhin analistët mua? Analistët do më zgjidhin mua? Jo, më jo pse. Demokratët më zgjodhin. Po më mund të thosh vetë ti, po iki. Fotostano e mbathi, ore, iku me vrap. Kujt i lëvën? Fotostano, buri vetëm që ka ikur në Shqipëri, me vrap,